Kur ja ka njës mi gjujt njerës në për rrugë prej Dragodanit Tullshut si velt e këto dhe kemi pa që ma veç ja ka njës me hargju ushqimet, bombardimet e para kur kanë fillu, veç me njeri kemi një tenkat ushtria olshu në për qytet, e kanë kallë mas pari Selina aty ku ka qenë LDK-s kjo Ibrahim Rugovës, edhe qatë pamje e kom kështu që më ka metë kështu mas shumë të që ajo djegja aty që janë ndodhë dhe që krejt qyteti është dridhë prej tankeve që janë lëshu në qytet. Shpinë kemi vendos vetë me lëshu, për situatës për thëmë që i kemi pas në altë banesën edhe kemi vëzhgu krejt situatën që ka ndodhë. Kur ja ka njës mi gjujt njerës në për rrugë prej Dragodanit Tullshut si velt e këto dhe kemi pa që ma veç ja ka njës me hargju ushqimet, mu vështërsu jeta, edhe atëre kanë vendos krejt kojshit shumica, një 8 familje kemi qenë, disa nuk kanë dalë, prenteme i kom pas afer me shpi, me motrat, me krejt ata nuk kanë pranu me dalë, ata kanë nejt, e na tjertë kemi pranu me dalë, edhe kemi ditë për afërsisht kohën kur është e treni, se kemi vëzhgu veç 3 ditë për para që janë dalë njerëzit, edhe kemi gjetë kohën kur është treni edhe jemi dalë me datën 2 prill. Edhe jemi njësë për stacionin e trenit, poshtë Dragodanit që është, edhe rrugës ka pas paramilitar shumë, po nuk na kanë nëngus neve, as njeve. Unë e kom qenë me bebën e kom pas 2 mujshe, edhe i kom lonë senet që i kom pas vlefshme, i kom shtite, e kom pas një korp të bebës, edhe i kom shti aty, kom menu që burin e naljen edhe mi audhon ato për me pështu. Po na mire kemi pas fatin edhe kemi dalë mirë pa problem deri te stacioni trenit. Edhe shumë shpejt kemi mri deri në stacion, pa kur farë të lashe kështu, dhe aty kemi mri. Kur kemi mri aty në stacion, aty ka pas edhe polec, edhe paramilitar plot kanë qenë, po nuk na kanë nënguc kur gjo, vish na kanë thonë me maj qëtësi dhe mës me bo zhurë. Kemi prit treni një gjysore, 40 minuta qashtu, edhe ka arë treni i cili ka qenë mbushur me njerëz komplet prej fushë Kosovës. Ato kupet kanë qenë krejtë mbushuna, vetëm koridori trenit ka qenë i lirë. Këtu në për turmat njerëzve, me nëzi kom kalu, edhe këtu ma kanë hapë këderën një familje e fushë Kosovës, kanë qenë, komplet familja ka qenë, edhe unë e kom hy këtu mrena me djallin, i cili ka qajt shumë. Në fillim hu jo mullë qëtu, veç pak qëtu, po s'kom pas ku me lonë djallin, cili ka qenë me një korp, edhe qëtu tavolinat kanë qenë kështu, edhe qëtu e kom lonë djallin, se këtu kanë qenë tullun njerëz, një familje prej fushë Kosovës, e këtu e kom lonë djallin. Deri në fushë Kosovë ka qaj që ashtu, kur kemi mërim fushë Kosovë në alë treni shumë, njerë lëviz ka dale shumë, mas në nej ndalë krejt, edhe aty ka pas shumë paramilitar, rom ka pas shumë, që na kanë kërsnu, na kanë bo kështu me dorë që kemi mjë prej kokën e ato, po fatmirësisht mrena nuk na kanë bo kur gjo, edhe mas e kemi vazhdu rrugën. Edhe unë gjatë rrugës, kështu shumë nuk kom pas kohë me këshyr jashtë krejt që ka pas, e kom pas bebën me veti. Kur kemi mri dikun afër Kaçanikut, për dritare, i kemi pa ka pas paramilitar shumë, kanë qenë me thika, me arëm në dorë, edhe kanë gjujt, shumë kanë gjujt. Jonë dëgju të shtanën atarënve shumë. Po, asë një zonë nuk është një në tren. Kërkush asë ka folë, asë kur gjove që kemi shqiqu, asë krytës kemi guzof me këthy. Me një majet synit kemi këqyrë. Që ka pëndodhë, aty na kanë lonë, s'po di sa një gjysore ndështa. Deri sa na kanë frigu mirë. Edhe aty shumë jemi tutë kërkosh, veç krejt rrugës, pri Prishtinës, deri atje një zonë nuk o një.
Na herë na i zoj fëmis që ka qajt, po njerës kërkush zë s'ka bo. E aty kemi qenë shumë të friksum, që aty të Kaçaniku, shumë. Po mirë edhe aty pështum, edhe kështu mbritëm deri te Blaca.